Prindërisht dhe shpirtërisht nuk je as këtu as jashtë. Ti je ai njeri Nuk je as që këtu ti as je jashtë. njeri Ti nuk je as këtu as jashtë. që i jep mesazhe popullit E ke vlerën shpirtërore tënde njerëzit zero. që janë të fortë duhet pushkatohen. Njerëzit që janë të rrezikshëm për lojën tane duhet pushkatohen. E ke thënë ti e ke thënë për veten tënde. E ke thënë ti për veten tënde. Në këtë loje të pushkatohesh edhe kështu. Me 10 pluma. Pa mash me 10 pluma, faleminderit. Ke thënë vet. Ja gjua urrëties, miq. E ke thënë vet. Të dashur opinion publik, ja gjua urrëties. Ti je shembulli i urrëties vetë. Unë duhet vritem me 10 pluma pushkatim. Me 100. Me 100. Po. Ja, me 100 pluma pushkatim. Në këtë lojë me 100. Me 100 pluma. Me sa të kenë këtu mrena gjithë. Prap më shumë. Gjithmonë më shumë. Okej, faleminderit. Gjithmonë herë 10. Okej. Ty të vjeni natë që Juela të qenë një person të drejtë si puna jeme. Dhe jo një person të dhunshëm në mendime si puna jote, Stenardo. Do të shoj hajrin ty, mos ki merak. Ty do të shoj hajrin. Ty të vjeni natë, sepse i din aftësitë tona që kemi studiuar bashkë në mjetat profesorë, me manipulu, me shajt dynja, me fyr njerëzit, shkollës që ke bati, dhe unë jam njeri që të vjeni natë që shef konkurencë të fortë për një pozicion finale. Qa konkurencë shof me ty më? Por me shku ti në finale, po kur s'kisha dash me shku? Me shku ti në finale, me të vlerësu ty publiku për sharjen dhe fyrjen dhe për mos patin e asin limitin njerëzor. Jo, publiku vlerëson djalin e pasër.